Historia sportive e mbretëreshës së sporteve atletikës nuk mund të kuptohet pa ikonën korçare Alma Thano, shigjet e artë, kështu shtisësuar pas shpalljes kampionet të Ballkanit në garën e 100 metrave. I thash këto sot pasi për Alma Thanon është një ditë e veçantë, feston ditëlindjen mes familjarëve, miq, ish sportistëve dhe sportdashëve. Alma Thano, kampionja dhe rekordmenja, që ka vendosur diktatin e saj në garat e shpejtësisë në vrapimin 100 dhe 200 metra. E ka nisur sportin atletikës si kërcyese, vrapuese me pengesa, duke vendosur rekorde për të rejat, me trajnerin Konstantin Peço. Por syri i mishtrit të shpejtësisë, Tomi Stefallari, e troqi atje, ku do të shkruante historinë. Rekordi vrapimit 100 metra është i veçantë për mjeshtrin e sportit. Në një korsi krasaj Angelushe Spao, ishte rekordmenja. Ajo vrapon aq shpejt sa askush nuk mund ta ndalë dhe kronometri fiksohet te koha 11 sekonda e 70. Një rekord që reziston kohës dhe askush nuk e ul dot nga froni këtë mbretëresh. Këtu fillon rruga e një kampione të niveleve të jashtëzakonshme, duke u pasuruar me rekordin e 200 metrave, rekord që tashmë po bën mbi 20 vjet dhe është shkruar me shkronja të arta në historinë sportive. Kështu, kjo atlete thjesht në jetën e saj, por me plot suksese dhe krenari, na ka bërë të gjithëve korçarëve të ndjehemi kampion. Ajo nuk feston thjesht një ditëlindje, por na kujton se Korça ka ikona të tilla që vështirë të harohen. Duke përfituar nga kjo ditë e veçantë, për Almën, stafi RTSH Korçës, departamenti i sportit i urojnë edhe 100 vjet kampiones, rekordmenes, shigjetës së artë. Koha ka ndalur për te. Ajo është krenaria e një qyteti, por jo vetëm, ku me medalet e saj të arta ka fituar dhe na ka bërë të gjithëve krenar. Edhe 100 vjet të tjera kampione dhe rekordmene. Respekti për ty do të jetë gjithmonë.